Jela hut shqiptare me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe muji. Si arriti Prengcali që të bëhet udhëheqës për atë zonë? E ka marrë me fuqit vetë, aty nuk e di më gjatë. Se kush ja ka dhanë. Po nuk ishte tjetër njeri më të mençur, më të mirë se Prengcali në atë periudhë? Jo, për në këllëmen, jo, s'ka pa tjetër, vetëm ato. Ka parlim sa tjerë, më dhanë, ka plejtë që u këmë dhanë atë kohë. Që kanë një muaj, kanë taj me ta, kanë bajnë si punës. Juve më thatë se keni qenë një muaj vullnetar me Prengcali. Po. Çfarë ke bërë gjatë atij muaji duke ndendur me Prengcalin? Gjatë atij muajit, si mbi të rrava, roje. Këtu, mos më arë anë miku. Me mërojt venin, me mërojt popullin, me mërojt katonin, me mërojt këto. Për një të kanë e ta. Ju keni qenë vullnetar apo ju pagonte Prengcali? Po. Në pagonte Prengcali, Ju pagonte? Po. Sa ju pagonte? 5 Napolona. 5 Napolona në muaj? Po e thënë të mlaja të Napolona në të kohë. Po ku i gjente ajo paret që pagonte ju? A punë për ta. Për ta nuk e di. Shka kanë besnik atëretar, aty e mani e shka. Cila ka qenë mosha juaj atëherë kur ke qenë vullnetar me Prengcalin? Una, jo, kënda 22 veç. Cili vit ka qenë atë periudhë? Në të rrë për 20 mosës, nuk më kujtojtë, jëmë kano, ja 24-5 vjeç. Po gjatë kohës që ishit vullnetar, juve ishit tamam si ushtar, apo vini të hanit bukë në shtëpi? Atje ke bukë në gjithë dhe i muaj. Po ku jetonit juve? Ku jetonit? Atje në Vërmoshmëre. Po e di, po personat që ishin vullnetar, ku flinin, ku hanin, ku pinin? Qeta, shkoshëm në shtëpi në pramet, ose kem pa venin me fjet aty. Edhe e keni pasur ushqimin aty? Po. Në shtëpinë e Prengcalit apo në vend tjetër? Jo, shtëpinë e Prengcalit. Po Prengcali kishte fëmijë? Mi varë s'ka pas. S'ka pa fëmijë tjerë. Që i di unë juve, Prengcali Alia. A ishte i pasur Prengcali? Pasunin, si tanë ka tonë i tjetër, ja ma shumë. Si popull i tjetër edhe kjo. Bakti i pak. Po juve keni qenë aty në shtëpinë e tij, ja keni jetuar, ë? Po. Si ishte kështu në afinitet? Shumë i dashtun. I dashur. Shumë i dashtun, me të dhanë respekt, me të dhanë mundësi me e ba këtë pasar, këtë punë. Flikte me ty, si me kemë me fëmi. Kështu me punu, kështu me ba, kështu me godit, kështu besnik, kështu azvetar. Për një të punë. Po, çfarë ju thoshte ai për Shqipërinë? Mirë ka pa thonë, në kohën e funit që gaboj me i fjalë. Se nuk priti partin. Partia ka pa falë për Prengcalin. A është e vërtet kjo? Po, vërtet, që kur në me kënë të tash. Po kush e vravi? Va vra 2 vetë për e Vërmoshit, mo dokument falsifikuar me 50 firma. Në dragu dalja e Prengcalit të në gjenë një vend, edhe të 2 vetë ja ka të rezot i farën. E cilë janë ata? Si e kanë emrin ata? Ata e trahtuan. Doshin betajnë në Postina. Kjo gjë vërtet kjo. Se ka pa falë.
Pregcali e ka pa një turno zogu. Tash në fund punësa, veç e të dikun në kënë, edhe ka pa kënë një internim, edhe të huali kë me Enver Hoxhën. Enver Hoxha i ri, e ka thonë për në ka i ka me së në Shqipnin. Për Enverin. Ku ti ka thënë? Ku ti ka thënë? Për në ka i ka thonë Enverin. Që i këj gjallë ka me së në Shqipnin. Aty, se ko një po e kom një që ishtu ka thonë, se ko pa. Po juve keni qenë prezent në njëherë kur Pregcali ka folur për Enver Hoxhën dhe për Partinë Komuniste të asaj kohe? Po ka të folë. Çfarë thoshte Pregcali? Për komunista nuk ishë mote, dhe nuk bajnë thote. Se komunisti nuk një nanë për nanë, parola, nuk një motën për motër, ka të militanëve më falë për shprehe, edhe Republike është në tishat mirë. Ka kjo, jo për aj, po në kënë tonë filmeni në të pazarë. Ashtu. Po këto, ashtu hinë parullat. Po Enveri nuk kishte mundësi ta shpëtonte Pregcalin? Pse ka pa mundësi, ka pa falë, e pështua. Po ju e kam vrarë? Ka vrarë për shkojnë dokumentat e tinaj. Ate kur shkojnë të tirat, e që si në poshtë ato. Në të e vend të në katonit, se me dalës ke vend të. Ato si thoti. More, kur ishte periuda që ishe vullnetar, na tregonën qik në gjëtë, qa ke berë në njëherë, në diçka? Unë së ba gjakë, kur punë, me Gjeverin, besnik, kur të ka thonë po, ka dalë po, kur të ka thonë ja e pa mundshëm. Po, na thoi pak për Pregcalin. Po, u fola për sa di për ta. E di, po si? E mirë. Unë nuk di klas këtë për Pregcalin, se nuk e ka ba, se ka pas. Dhe i nërë që me partinë, për çka, se bëjnë popullin shqiptar, komunist. Ka kjo. E për di çka. Ka qenë dakord Pregcali që të bëj luftë në partizanët apo jo? Jo, s'ka pa, nuk u ka thanë preka. Që nuk ka kohë luftët, për e këtë tash edhe i njësë e vazhdoni. Se nuk ka kohë për luftë. S'ka qenë për luftë? Ja, bilem kujtot, ka kënë selta, ka kënë bashkë të tanë me shkonë luftë. Të në pesesit. Ka kënë markë të markë, ku kanë pasën pa shkollë, pa kurrigram, ka kënë baraktar, u ka dalë për parën, për hatit zojtë u ka thënë, këse një në shpi, se nuk ka luftët. Pa vetë me dhanë të radakës, asë një gramë kështu. E janë këse vetë tanë kanë pështosh nësh. Pa e prek njakun. Pa mujtë. Po mirë, përse thonë që Pregcali ka faj, sepse i ka quar popullin në luftë. A është e vërtet kjo? Jo se ka quar Pregcali. E pa mujtën. Asi hapë, ku ka thash, nuk ka luftët tash. Tash edhe i njësë e vazhdojnë. Ate e vazhdojnë në Al-Koran. U të ti fara mërë, të sa bura kanë betë një këqel vukull dekun. Prej, për sa punë. O kanë një, në qëra ku ka bejë kanë pathash, i plak 16 vjetë ka ta i në burkë. Në luftë, matën, lëmë të kishtë, në luftë të s'ka tjetër. Bile mësote, se i më kënë vukull, atë në pushtë e kishtë në 5 hatë lartë, vukullin me kamë. O mëllë nuën, a jem për të mojesh, varrohena, desim, në vrasin, kush desin a ba, në qitë. Do shumë me ba lukëta. Pa mujtë, unë janë pa shkollë, pa kur njëllë. Bile kur ka dhe ushtëria, nëmën teme ka quar, një kozitja ka qenë komandant, e ka quar nëmën teme. Ushtarët, ka nërë 300 vjetë më ka pritat natë. E që më kënë as pak, as baba, as vëllau. 2 gra. Në vetë mika se thote vuklin e thonë ideali Gjomin ashit. Ushtërin. Për mua. Cili është Gjon Merashi? Baba. Baba jotë? Po, Gjomin ashit. Po? Po, baba em ka kënë Gjomin ashit dragu. Dhe ajo ishte mik me Pregcalin? Po, ka pa letë në shpisë.
Punë duhet e mike, besnike që ka duhet. Se atë në kanë pas rrezik prej shqaut. E kanë pavarruar një kol në luta, kanë pavarruar to kosit, shkijet, në livat. Nuk kanë pavarruar asë. Prek Cali, në gjykimin tënd, ato që ke parë ti vetë, çfarë ju thoshte ajo për Shqipërinë dhe për Shqaun? Mirë sot e për Shqipërinë. Me punu mirë, punoni mirë, godit një mirë, bashkë. Për ka se këna vazhdim e njështë luftën, e pa mujtën. O njështë paurën për Calit. E janë të shumë në këllmen që jo me ba luftën. Po ishin tjetë atëna, me se bërë me ba luftën. Ata që kanë pa 10 fishe, kur një vesh 5-6, ata u shepshin. Pa push, pa kanë kur i kralë, që mu pështet për ta, që me të mërojt. Në gusi, partia. Në gjithë trapë se po është partia, po që ato që e banë këtë sarkë. Luftën që ka një trapu ka me shokë. Cila ishte arsyeja që u nda më dysh Kelmendi? Disa thoshin të luftoj me partizanën, disa jo. Po. E praj, disa thoshin luftë, se parulla nuk njëhin nanë për nanë, motën për motën, ka mish, asi tamë me dhanë barabar Republikë. Ka kjo parull ka pahin në këllmen. Po kush e shty dhe këtë punë? Ta nuk e di se kush e ka, për me emen nuk di të thumë. Kjo ka vëlluar në këllmen, në të kohëna. Belta dhe shkjau, nuk kanë shëtio, se në gjithë mori në vra prej me ta. Me shkjau, gjithë mori, ata vrat, na vrat. Po Prek Cali, çfarë qëndrimi mbante me Shqaun? Si duhem, thote. Ka marrë shumë tokë shqipnijët shkjau. Në tokë shqipnijët, plave gusinje e këtë tokë, sa janë të shqipë, ne kanë marrë tokën. Po kur u vra Prek Cali, ajo ardhi keq? Në ka ardhi keq se ka kënda të retarë, Prek Cali, e për jeta po. Në ka ardhi keq se është prishë, për pas menimi tonë pa hakë. Marrëdhënien në Malazes, si kanë qenë këto? Me Malazes, ha? Me shkja? Si kanë qenë? Të përdresë. S'kën pa madhone me ta. Sa ke mund. Po cila ka qenë arsyeja që jeni vrarë? Vrarë, drejtëdire, si përshen ma si ku që e këllmeni. Ka në zanë. Në më thanë të lanë, është tanë këllmeni. Me shkja. Shqau, ka vra shumë njerëz nga Kelmendi? Po ka vra shumë. Edhe ka vra varrua qatë duesh. I pa besë. Ky Shqau është i pa besë vërtet apo? Pa, i pa besë vërtet. Pa besë, o ta bosh një menë se si të besë me kërkon. E pa mundën. Emri Shqia, ka kërve. Në kemë shushtë, ka pa punu, zëmraftë, në ka pa vëra, në ka pa plashkit, në kanë pa vjellë. Për jetanë kënë i pa besë. E ta shkjatë, në të kohë në vishin me luftua, e shkinat vishin me këdo me marë plashkë. Dyshek e jargane, këtë punë. Më këllmen. Që të i pa menu. I banë mendje vetë? Po. Për të gjëmë pëllanë e pa besë. A për të mirë jena? Për të mirë. I ka mua betës më rëllë, kur për jetë. Jo. Sa shënja ka për tjetë. Për të në mirë kështua. Po të shpo kërën që ma, mera i fje, misha i fje djara, jam i sigur që nuk të mytë.